Po. Këtë vit prodhimi i qershive ka qenë i pakët, por çmimi ka qenë i mirë. Meqense ka qenë sasia shumë e pak në krahasim me vitet e tjera, çmimi ka qenë i kënaqshëm për ne, por nuk kemi pasur prodhim. Sa ka qenë çmimi fillestar? Kemi filluar me 7.000 lekë dhe tani te 3.000 lekëshi. 3.000, 3.500 lekë. Varet nga lloji i qershit. Po, kërkesa ka shumë sepse tregu e kërkon. Është në mungesë. Meqense se kanë dhe rrethet e tjera, këtu te ne është berë qershia sepse do vendi. Sa vite ke që merresh me qershin, me kultivimin dhe sa ke sipërfaqe? Kam rreth 2 hektar sipërfaqe me qershi, rreth 600 rrenjë dhe nga këto kemi marrë shumë pak prodhim. Subvencionime ke marrë ndonjëherë për pemtore? Jo, shumë pak. Subvencionime këto që japin për naftën, po këto janë të papërfillshme. Në krahasim me çfarë arxhojmë ne, se arxhojmë shumë lekë për ta mbajtur. Kosto e justifikon këtë çmim pavarësisht se është i lartë siç thoni ju? Po mendoj se nuk e justifikon sepse ne nuk kemi subvencione, arxhojmë shumë për ta mbajtur këtë prodhim. Se është prodhim delikat. E gjen krahun e punës për të vjel, ka mungesë? Me vështirësi, nuk ka punëtor. Na kanë ikur dhe fëmijët tanë dhe kemi ngelur me vjel me gruan 1 ose 2 punëtor. E kemi shumë të vështirë për punëtorët. Detyrohemi të vemi i marrim me makinë, i çojmë prap 1-2 punëtor. Mendoj vetë sa shkojnë shpenzimet. Klimaterike këtë vit në plantacionet e qershive, në këtë pemë? Atëherë, me ndryshimin e klimaterike ka ndryshuar edhe proceset e zhvillimit të bimbe. Kohët e fundit, në bazë të ngroja globale, ka ndikuar edhe në gjatë lulëzimit të pemëve frutore si qershia, ka ndikuar për keq. Do të thënë, në kohën e lulëzimit, temperaturat e larta ose temperaturat e ftohta e ulta shkaktojnë mos lidhjen e frutit. Dhe sigurisht në mos lidhje e frutit, atëherë kemi edhe rendiment të ulët të prodhimit të qershisë. Kjo zonë këtu ka qenë zonë blok masiv si ndërmarrje bujqësore dhe ka pas si rajonizim është perfekte si për kulturën e qershisë, jo vetëm qershisë, por vetëm të ardhisë edhe të ullirit. Është një zonë që i pranon të gjitha kulturat frutore dhe ecën dhe ecuria e bimës këtu është e njëtrajtshme dhe shumë e përkryer. Por me ndryshimin e klimës ka ndryshuar dhe prodhimtaria e pemë frutore. Prodhuesit i kanë ndruar varietetet apo mbajnë të njëjtat? Prodhuesit janë të njëjtit varietet, autoktone që janë mbjellë që para 20-30 vitesh dhe vazhdojnë të mbjellin përsëri ato varietete, sepse janë të përshtatshme në kushtet klimaterike të kësaj zone dhe japin prodhimtari shumë mirë. Por defekti është te vitet që kanë temperaturat të ulta, ato japin rezultate të ulta dhe në prodhim. Ka pas raste që s'kanë marrë prodhim këtë vit? Po, ka pas. Shumë si vjet është prodhim shumë i pakët, sepse ka ndikoi i ftohti gjatë procesit lulëzimit. Ndoshta kjo është arsye që çmimi i qershisë u rrit shumë. Po, normal, rendimenti i ulët i prodhimit të qershisë është edhe rritja e çmimit të frutit. E para kjo dhe e dyta është edhe rritja e kostos së punëtorit në vjelje. Mungesa e fuqisë punëtore bën që të rritet edhe çmimi i qershisë, sepse vjelja kushton shumë, normal që edhe tregu pasi do të jetë më i lartë. Është një proces i vështirë dhe a gjeni punëtor për ta kryer? Po, për të vjel qershin është pak vështirë dhe punëtor nuk para gjen. Ju, sa është një ditë punë e vjelje në qershi? Sa vlerësohet? 20.000 lekë. 20.000 lekë. Deri në drekë. Deri nga ora 1:12, 1:30. Ka kërkesa për krah pune? Kërkesa ka, po nuk gjem punëtor. Punojnë këtu te taku, punojnë vazhdimisht, punojnë në ullit edhe në qershit. Dhe ky ja bën tëra shërbimet qershisë, i jeth pleron, e mban mirë qershin, taku. Edhe këtu vjelim, jemi të kënaqur, 20.000 lekë dita. Ka kërkesa shumë për ju punëtorët? Ka, po s'ka. Kush i për lartë? Unë jam 60 vjeçe, nuk e. Tipi lartë.
Edhe jipin, ç'a të bëjnë, jam 60 vjeçë, do jipi, ç'a të bëj. Me këto mundësi sa E kemi. sa vjet ke që punon në vjelje? Qershi? Kam 5-6 vjetë e taku. Pa kam edhe vetë qershi. Kam edhe vetë qershi. Ja, iki nesër të fëmijat, vim pas nesër të taku, ç'a të bëjnë. Kështu. Ti bardha del gjithmonë. Janë të bukura këto. Se te ashtu ata. Jo, po, kush e di, Është shumë e vështirë. duket shumë e lehtë si proces, pa është tepër e vështirë. Çajet na shijuaj pasaj po se vole. Është pjekur shumë, është pjekur shumë. Ajo çora është e pjekur. Nuk e edhe 5.000-6.000 nuk ka ata. Nuk ka ata. O janë juve se, pa neve, ne kemi pa lekë. Mirë si ke qenë. Po ç'a të bëjmë? Deri si vjet ajo mirë. Tash. Me shamie, Hajde pronarje. tradita. Hajde këtu me kukat kokra shumë. Hidhe. I thanë gomoza, një lloj smundje. Na rrein. Napoleone biskuta më janë. Su ato. Mirë, këtë bëj. Ka qenë plantacioni më i madh ndërbonik gjithë.